Planım. İnşallah Allah Allah. Tamam. İyi akşamlar. Zhymile kazan, tamam ham. Unë jam Gucci me gë të madhe. Sinoni jo me ditë. Kam ardhur paguaj dritat unë këtu. Unë jam për të les dritat e shpirtit e Ka njeri pa fat, jo, thoj. Pa. Shikoj atë ascensori, thoshte merr derën 12 veta. Dakor, do i pritet të tërë sa të vinin ata. Po shi? A ishin shumë? Ishin me një ditë 13 veta. Hajde me nokun, të tregoj unë pllokun. Ja ku jemi sërish së bashku të nderuar teleshikues, do t'ju njoh me titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme e shtunë 22 prill 2017. Do të fillojmë menjëherë me titujt kryesor të Panoramës. Pensionet dhe makinat zyrtare, amnistia për 220.000 qytetarë nis nga 5 maj. Zyrtarizohet ligji për faljen e $910 milion detyrime. Procedurat dhe afatet për detyrimet e makinave dhe pensioneve, kushtet për biznesin. Jeta prallore e Elvanës në SBA, fleti dashuri si dritës si e shoh çift çdo ditë në Big Brother. Masakra në Vlorë, muzikanti rrëfen sulmin me armë të merri në lokal. Rama, bojkoti PD-s do jap opozitë të re. Mesazhi nga SBA, të gjitha partitë të marrin pjesë në zgjedhje. Opozita, negociatat për presidentin Basha më mirë nga populli. Heroin dhe hashash ndjekje si në filma në mes të Tiranës kapen 5 trafikant. Rudi Erebara fiton çmimin evropian të letërsisë, kryengritja e personave gri në Francë. Jo emrim, por zgjedhje e presidentit nga sovrani. Ishin këto titujt kryesor të Panoramës për ditën e sotme, do të vijojmë me të përditshmen shekulli. Me titull kryesor, policia e ka zgjesuar kanabisin pa prokurorin, zhduken provat. Prokuroria ngre alarmin të procedohen oficerët kur provat materiale azgjesohen në mënyrë të paligjshme. Adriatik Lalla është shqetësues fakti se nga institucionet që kontrollojnë territorin ka 1% të ulët të gjetjes së autorëve. Pse Shqipëria është edhe tani në krizë? Qartet kuriri serb shqiptarët deri në Nish. Basha, presidenti nga populli të hënën bllokojmë rrugët. Albina Dela hedh zbar strategjinë e bllokimit të rrugëve. Janë 11 akset ku do të tubohet. Rama, pas 18 qershori do të kemi opozitë të re, përplasje për deklaratën e SBA-s, partitë të jenë në zgjedhje. SBA dhe Rusi kundër Ramës, deklaratat për Kosovën rrezikojnë Ballkanin. Intervista, Atalanta Këçyku jam beqare si do ta preferoja të dashurin, më shumë jam zhgënjyer. E di se çfarë dua ndaj tregoj kartat që në fillim. Ermira Çausholli jam uragan ndjenjash, dëshirash dhe përgjegjësish. 2 në kërkim, pra nga 19 vjeçarit për ekzekutimin në mes të lokalit në Vlorë, policia, masakra për një sherr banal, nga përplasja me armë u plagosën klientët. Vendimi 1000 ushtarakët që rrezikojnë pensionet, kujtim Çako, ankesa edhe për pensionet e parakohshme dhe ato suplementare. Ndryshon forma e trajtimit të dosjeve në gjykatë dhe nga institucionet, ja kush cënohet. Flamurtari Vllaznia pas akuzave për shitje ndeshjesh të rritet arbitri nga Luksemburgu. Ishin këto titujt kryesor të shekullit, do të vijojmë me gazetën shqiptare. Me titull kryesor, vrasja në Vlorë, pra nga 19 vjeçarit Ganitozaj, viktima Gjoveshaj kishte vetëm pak muaj që ishte liruar nga burgu. Policia sherri për zënk momenti në kërkim edhe bashkëpunëtori e një tjetër. Dëshmitarët pam të merr me sy, kishte gjak dhe të plagosur gjithandej. Relacioni 1733 minatorëve dhe invalidëve u falen borxhet ja kategoritë që përjashtohen nga fshirja e debive mes tyre edhe ushtarakët, projekt ligji për miratim në kuvend. Oferta e Bashës presidentin ta zgjedh populli, akset që bllokojmë. Ish pronarët 24.000 dosje janë në shqyrtim që nga viti 93. ATP statusi i çdo prone në Fier, Lushnjë dhe Mallakastër. Zbulohet i dashuri që si drita ka lënë jashtë, falja e detyrimeve për 100.000 makina, dokumentet për çregjistrimin. Përmbytjet në Shkodër, lista e 14 me të dëmshpërblyerit. SBA-t kundër bisedave të pakujdesshme për bashkim, një përgjigje e detyruar. Ishin këto titujt kryesor të gazetës shqiptare, do të vijojmë me shqiptarja.com. Me titull kryesor, qeveria prokuroria ka mbyllur 1314 dosje për korrupsion, analiza për punën e organit akuzës për 2016. Këshilli i Ministrave i rekomandon Lallës të arrestojë zyrtarët që fshehin pasurinë. Mosbindja civile, PD plan për rrethimin e kryeministrisë. Pas bllokimit të rrugëve të hënën, opozita do organizojë një protestë tjetër, nëse i dërguari i PPS dështon me zgjidhjen e krizës. Ja akset kombëtare dhe rrugët e Tiranës që do bllokojë PD-ja të hënën. Basha kërkon president nga populli, 49 deputet të PD-s votuan kundër në korrik të 2016-s. Administrata e Trump thirrje PD-s, futu në zgjedhje.
Dashu kërkon të gjitha partive të marrin pjesë në zgjedhjet parlamentare mbështetje për reformën në drejtësi, mesazhi i Washingtonit. Amnistia, pensionistët, invalidët dhe ish-minatorët sa leku falen. ISSH si do veprohet me ish-ushtarakët falen nga 40 deri në 150.000 lekë kur hynë në fuqi. Falja e detyrimeve. Amnistia për makinat nga 8 maj nisin procedurat kush përfiton. Ligji i ri hyn në fuqi pas 15 ditësh, ja se çfarë duhet të dini. Intervista flet vajza e Feim Ibrahimit, veprat e panjohura të babait tim. Drejt punës bën art me gjithçka, kështu po e ngre biznesin e saj Stela. Ishin këto titujt kryesor të shqiptarja.com, do të kalojmë tek e përditshmja Gazeta Dita me titull kryesor Pazari kushtetues i politikës, nuk ka më të majtë dhe të djathtë. Banda është tashmë e diskredituar, por shoqëria ka nevojë që ajo të ndëshkohet. Vlerat e kaosit ai i njeh mirë. Prej tij ka fituar pushtet dhe amnisti për krimet e kryera, një analizë shtëruese për gangsterët politiko-mediatik dhe të folurin e turpshëm hipokrit, fyes dhe poshtërues në emër të popullit. Shqipërisë i kanë mbetur vetëm 2 rrugë. Skandali i Çez, PD pa ditë Edi Ramën, pas pa ditë për Berishën dhe të Birin, akuzat në brendësi pa ditë të njëkohshme, në brendësi për një njeri dhe shqiptar të madh, një malazes që i donte shqiptarët. Sot 22 prilli, Juri vishet me Gazetën Dita në ditën e tokës. Kaosi dhe ligji, bllokimi i rrugëve nga PD, a do zbatohet neni 293 i kodit penal, letër kuvendit veteranët e luftës, projekt ligj për filmat thellësisht anti-shqiptar. Njoftimi i Ministrisë së Arsimit kushtet për të fituar bursën vjetore të studimeve në Itali. Ishin këto titujt kryesor të Gazetës Dita, do të kalojmë tek e përditshmja Gazeta Tema me titull kryesor Kuvendi pa ditë në prokurori Sali dhe shkëlqen Berishën, abuzimi me privatizimin e OSSH-s. Pensionistët e privilegjuar ish zyrtarët përfitojnë miliona nga pensionet suplementare. Departamenti Amerikan i Shtetit, të gjitha partitë duhet të hyjnë në zgjedhje. Replikat, komentuesi, ti thuaj që SBA është me ne, po Saliu mendon ndryshe. Rama, shero syt në balli ke, lëre Saliun. Editorial nga Mero Baze, poshtrimi i dyfishti zgjedhjes së presidentit. Lorenz Vangjelit, duhet shpikur një krokodajl për Bashën. Spartak Ngjela, edhe fëmijët e dinë se këta Miran nuk kanë forca as të bërtasin e jo më të bëjnë luftë. PS në sitën e vetingut Rama letër Lallës, verifikot deputetët socialistë. Antena brenda familjes, ditari i Megi Pjeshkës, 7 propozimet për të mos hyrë në zgjedhje. Skenari i PD-s, ditën e hënë do të marrë peng rrugët. Ishin këto titujt kryesor të Gazetës Tema, do të vijmë me të përditshmen Mapo që vjen në variantin Mapo Weekend. Me titull kryesor Loja me presidentin, zgjedhja e presidentit të ri dhe afatet që parlamenti po i djeg qëllimisht, skenarët Rama Meta dhe pse varet zgjedhja e kreut të ri të shtetit nga pjesëmarrja e opozitës në zgjedhje. Çfarë pritet të ndodhë me negociatat me McAllister dhe cilët janë kandidatët për president? Dash të gjitha partitë në zgjedhje për parësi reformës në drejtësi. Zuda Lors dhe ekonomist zgjedhjet e rrezikshme të Francës, vetmia sipas Gjokondës. A është kriza jonë dhe një dështim i BE-s, opozita duhet kap trenin e fundit të negociatave. Propozimi i Bashës, president nga populli. Shfrimi si arsye politike. Lalla, kritika policisë, nuk identifikon pronarët e Ashashit, asgjësimi dyshimt. Të tjerë tituj, Rudi Rebara, librim, brenga e thellë e mungesës së kujtesës, fituet si çmimit të letërsisë. Anihilimi i subjektit në prozën shqipe me romancieren Vera Bekteshi. Ishin këto titujt kryesor të Mapos, do të kalojmë tek Telegraf për ditën e sotme, me titull kryesor Qazim Sejdini rrezikon pezullimin për 8 ton drog. Agjencia doganore në pronësi të bashkëshortes së kryebashkiakut Elbasanit i dha dritën jeshile kalimit të tonelatave të drogës ju kap më pas në Itali. Si kaloi pa u shqetësuar në territorin shqiptar ndryrimi i destinacionit kamionit nga kompania e Sejdinit dhe faktet e reja. Ilir Meta, Kareman Hylli, shembull për të rinjt. Kryetari i Kuvendit merr pjesë në aktivitetin për 100 vjetorin e lindjes së personalitetit të Skraparit, një figurë mbarkombëtare, vlerësime për ish-ministrin e Arsimit dhe ish-rektorin e Universitetit të Tiranës, që la pas një trashëgimi institucionale dhe jetësore. Vendimi i qeverisë shqiptarët falen e lutem për bukën e gojës, rilindja jep 11 miliard për pagat e fetarëve. Abuzimi me check-upin, koncesionet e të shëndetësisë në sitën e 2 prokurorive pas hetimit intensiv 2 vjeçar, gati arrestimet. Milionat e parlamentarëve janë 22 privilegjet financiare dhe familjare që i mbajnë deputetët në krye të detyrës, ja sa përfitojnë. Deklaratat për Kosovën, 3 ambasadorët amerikanë në Beograd, Prishtinë e Tiranë, kritika e Edi Ramës, i pakujdesshëm, kufit nuk preken. Avni Rustemi, vrasja e atentatorit të shekullit të 20 dhe historia e zemrës së hequr që nxiti revolucionin e 1924-s.
Telefonata shpotimtare dhe ushqimi me regji, Adeu është në zgrip. Vajzat e UMB Volej mbrojnë kurorën, Bozhiqi titulli kampion dhe kupa shkojnë në Korçë, Qemal Gavaradari, ikona e Besës së Kavajës. Ishin këto titujt kryesor të Telegrafit, do të kalojmë tek 55 për ditën e sotme. Me titujt kryesor, skandal, policia e Ramës fshet drogën e sekuestruar. Apeli zyrtar i dash për kryeministrin nuk ka zgjedhje pa opozitën. Në reagimi, Basha, një qeveri e kapur nga krimi, sjell pasiguri për Evropën dhe konsumon partneritetin me SBA-n. E vërteta e ngjarjes së dhjetorit 49, arratisja e oficerit të sigurimit në Rom. Deklarata zgjesimi i drogës po bëhet pa praninë e prokurorit, të ketë arrestime. Pse heshtin Rama dhe Tahiri për denoncimin e frikshëm që i shpall si padrinot kanabisit? SBA fshikullon lërat e Edvinit me shantazhe nacionaliste, i cilëson anti-evropiane. Republika e re për çdo shqiptar të majtë të djathtë në themel ka balancimin e pushteteve. Sjellja e socialistëve me mësuesit paradhënie se si i bën Edvini zgjedhjet. Presidencialet e nesërme po varrosin Partinë Socialiste Franceze. Homazh Lamtumir Mjeshtër shuhet mbreti i çiftelisë shqiptare Nduhe Shyti. Ishin këto titujt kryesor të 55-s, do të kalojmë tek e përditshmja Gazeta Sot, me titull kryesor Ambasadorët skenar si me reformën për bojkotin e PD-s. Pas Topallit, Donald Lu kok më kok me Bregun, ndërpret kontaktet me Lulzim Bashën. Basha sulmon mediat pas thirrjes së Dash, nuk u lexua si duhet deklarata. Mesazhi i Shannon ishte për Ramën. Dash ultimatum opozitës të gjitha partitë të futen në zgjedhje, zbatoni sa më shpejt reformën në drejtësi. Rama kërkon veting për deputetët verifikim për lidhje me krimin para futjes në listat e 18 qershorit, rrëzon alibit e Bashës për dekriminalizimin. Skenari i Bashës ja si do bllokohen rrugët, plan për të paralizuar Shkodrën, Elbasanin, Lezhën, Fierin dhe Durrësin. Zbardhet relacioni, falen 300 milion lek kontribute për 1000 invalid dhe minator pensionist, ja kush përfiton. Ekzekutivët, qeverit më të korruptuarit jo gjyqësori, laku ndërkombëtar i ngushtuar për çadrizmin. Të tjerë tituj, qeveria ultimatum Lallës, nis arrestimet VIP dhe sekuestro pasuritë e zyrtarëve të korruptuar, ke dështuar me luftën ndaj krimit. Familjarët e viktimave të 21 janarit kundër Strasburgut s'duam dëm shpërblim por arrestim të autorëve. Berisha Basha manipuluan provat. Berisha dhe djali i tij në prokurori, kuvendi dorëzon organit akuzës dosjen për Çez, kërkon të nisin hetimet për 10 zyrtar. Pse Albana Shtylla nuk hap garën për KLP-n, por fshihet pas letër këmbimeve me avokatin e popullit dhe apo pengohet reforma në drejtësi? Amnistia për bizneset dhe makinat nis më 3 maj, ja si do të bëhet falja e detyrimeve tatimore dhe heqja e mjeteve nga qarkullimi. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Sot, do të kalojmë tek e përditshmja Koha Jon, me titull kryesor Opozita, Rama kërkon strehim jashtë Tirane. Policia e shtetit kalon në gatishmëri të lartë në të gjithë Republikën pas bllokimit të rrugëve të hënën, më 30 prill fillon bllokimi i Tiranës. Ilir Meta ka reman ylli nga leshnja e skraparit, shkoi në Lyon të Francës por u kthye në AD. Rama, opozita e Bashës si duhet as drejqit, në qershor do të lind një PD e re. Basha 100% dakord me Ramën, PD nuk i duhet drejqit se drejqit ka ty. Duhet shpikur një krokodajl për Bashën. Erion Veliaj, Tiranën e kemi çuar në drejtimin e duhur. Lalla, droga nuk zgjesohet sipas ligjit, është përjashtuar prokuroria. Përballja e skuadrave në Ligën e Kampioneve të Europës, SBA kritika e Edi Ramës dhe Hashim Thaçit, thirrjet për bashkim të pakujdesshme. Petrit Vasili bën një lëvizje të papritur, ja vendimi që ka marrë. Dash deklarat për Shqipërinë, PD në dha të drejtë, PS tha hyni në zgjedhje. Ishin këto titujt kryesor të Koha Jon, do të kalojmë tek Rilindja Demokratike, me titull kryesor Kërcënimi i ministres. Si u kërcënuan mësuesit dje nga Nikola për të marrë pjesë sot në takimin e Ramës në Pallatin e Kongreseve, i braktisur nga populli kërkon shpëtim tek thirrja me dhunë. Zgjidhje me dialog ose ndryshe populli do ta marrë në dorë. Drejtësia jo në duart e Ramës dhe të mercenarëve të Sorosit, presidentit zgjedh nga populli. Bën sikur nuk kupton. Droga e sekuestruar po trafikohet nga ministria. SBA nuk ka zgjedhje pa opozitën, si gënjyen Rama e mediat fake news, Departamenti i Shtetit, Rama pengesë për stabilitetin e rajonit. Vlora tronditit nga krimi si u ekzekutuan nga maska 33 vjeçari. Raport 69 faqe për vjedhjen e 650 milion eurove nga Rama e Çez. Belgjika dënoi Frogun 10 vite burg për vrasje, Rama e liron nga akuza. Ishin këto titujt kryesor të RD-s, do të kalojmë tek e përditshmja Integrimi. Me titull kryesor Shqiptarët meritojnë stabilitet, Erisa Xhixho, politika të tregoj përgjegjësimë, interesat e vendit janë mbi çdo interes partjak. Edmond Panariti, prodhimet bujqësore u dyfishuan, ka patur trefishim të eksporteve. Sekretarja për marrëdhëniet me publikun, do të bëjmë çdo gjë që zgjedhjet e ardhshme të arrijnë standardet evropiane dhe Shqipëria të përpara në procesin e integrimit evropian. Shqipëria dhe shqiptarët syt nga LSI. Meta Karaman Ylli, figurë mbar kombëtare dhe një shembull për arsimimin e të rinjve.
Kedi Memetaj, më shumë shanse për të rinj, vendet e reja të punës, arsimi prioritet. Kreu Inspektoriatit të punës Dritan Ylli punë denjë dhe mirë paguar objektivi ynë kryesor. Vasili, konstruktiviteti në bashkëpunim me prokurin ka qenë një anë pozitive dhe një risi. Elton Alimi, rritja e shërbimeve cilësore për kryeqytetasit, misioni i këshilltarëve të LSI-s. Ishin këto titujt kryesor të integrimit, do të kalojmë tek Panorama Sport për ditën e sotme. Me titull kryesor starova titullin të mos e vendosin gjyqtarët, duka të shpjegoj nëse Meta na dënoi me urdhër apo për para. Trajneri Kuq, Partizani ishte më i penalizuar ndër 3 pretendentët. Klane në Kupolja si ka ndryshuar harta e arbitrave në Shqipëri. Të tjerë tituj, Monaco sfidon Juven, spanjollët akuzojnë, United kundër Celtës, Ibra humb sezonin, Reali acaron Bayernin, ofert për Levën, dueli me Fioren, Pioli vendoset fati i karrierës, Baka në shitje, Montella piketon 2 blerje, Kuksi Tirana, Aleancën e prish vetëm Skënderbeu, Apolonia djeg Elbasanin në frymën e fundit. Ishin këto titujt kryesor të Panorama Sport, do ta mbyllim me Sport Express për ditën e sotme, me titull kryesor, Kuksi gjymtuar, Tirana edhe më keq, flamurtari kundër Terzic Kodran. Klasikja e Europës rikthehet Real Atletico. Fejzullaj, pa mundur të utën, kot mendojnë për Kuksin. Daja me Sar Skuadrës, Kupa iku, mëndjen vetëm Telaçi. Dita e Gjirokastritëve, shans për të parakaluar Vllaznin. Apolonia fut në Telashe Elbasanin, sot luajnë kryesuesit. United peshkon Celtën, por tronditet nga Ibrahimovic. Ishin këto titujt kryesor gazetave për ditën e sotme. Kuvendi i dërgon prokurorisë raportin e Komisionit për Qez, kallëzim për ish kryeministrin Berisha dhe djalin e tij. PD kërkon ndjekje penale për Ramën dhe disa ministra. SBA kërkon që të gjitha partitë të marrin pjesë në zgjedhjet e 18 qershorit. Bushati takon zëvendës sekretarin Thomas Shannon, mbështetje për drejtësinë. Lulzim Basha i propozon majorancës ndryshimin e kushtetutës dhe zgjedhjen e presidentit nga populli, zbatimi vettingut menjëherë pas qeverisë teknike. Gjykata e Tiranës shpallit pafajshëm Mark Frokun për vrasjen e Aleksandër Kurtit, ish deputeti dënohet me 7 vjet e 6 muaj burg për pastrim parash. Shorti UEFA Champions League rezervon derbin madrilen në gjysmë finale. Goglat i sjellin fat Juventusit që përballet me surprizën Monaco. Ishte gjithçka të nderuar teleshikues për këtë edicion të parë informativ në Vision Plus për ditën e sotme. Lajmet e radhës në orën 13. Deri atëherë bashkë miru takofshim.